Miq të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në televizionin Art. Mysafire imja sonte është kolegja Diana Toska, kolegja gazetare, analiste, veprimtare për të drejtat e njeriut. Diana, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja që jam këtu, se më duhet të them se kohë gjatë nuk jemi pa. Dhe unë e dua të tovën që gati pas një viti prapë jam këtu studi. Gjithmonë je dhe do të jesh mirë se ardhur. Arsye kryesore përse vendosëm si televizion t'ju ftojmë sot është ngjarja, do thosha, e vitit kulturore dhe jo vetëm kulturore në Prishtinë, promovimi i himnit të Nën Terezës, ideatore dhe autore e cilit jeni ju, jeti Diana Toska. Le ta fillojmë me si erdhe në idenë për t'ju qasur një projekti, besoj, tepër të vështirë. E di si kaloi manifestimi, u kryu gjithçka, mbaroi mirë, tash të kthehem gjithçka peripetit që kam kaluar, nuk do të flas për peripetit, po do të them si lindi ideja. Nëse ju kujtohet vitin e kaluar, në dhjetor të vitit 2014, në Shkup mbajt një tryezë rumbullakët, ku kishin ardhur përfaqësues plëmive të ndryshme, për urohej librat e pagzuesit të Nanës Terezës, Don Zeframajt. Dhe ishte edhe Don Lush Gjergji, dhe ishin disa autoritete, ishin përfaqësues edhe nga qeveria. Si ledin unë u mahnita, do thot, nga një pjesë të asaj që ndëgjova nga kumtesat të cilat u paraqitën në tryezë, ku flitej për rolin e shqiptarëve tanë, të cilët kishin pasur 200 vjet më parë në qendër të Prishtinës, me grupet kulturo-artistike të cilat aktivitetet që kishin zhvilluar, çfarë organizime kishin pas, dhe pikërisht në qendër të Shkupit. Dhe tani 200 vjet pas, ku janë shqiptarët? Ku janë në qendër të Shkupit, çfarë aktivitete po bëjnë, dhe a ka, unë thjesht po pyes sot, sa e di unë, në qendër ma të Shkupit, shqiptar nuk ka, familje katolike të cilat bën politik, udhëhoqen një shoqëri kulturore artistike të ndryshme, bën aktivitete kulturore, nuk ekzistojnë më. Dhe pasi u krye tryeza, një mlef, e di si jemi ne gazetar, një mlef, çka po ndodh, ku pas kemi qenë para 200 vjetë, ku jemi sot. Dhe këtu ishte ai mlefi im, edhe si ishim që mbajë një koktej, ishim të pranishëm shumë, dhe thot kolegë tanë, ishte edhe ministri Fatmir Besimi, aty u tha me diçka, pse ne se bëjmë himnin e Nanës Terezës? Pse ne nuk bëjmë diçka të madhe për dëshmu fundi fundit, një herë për gjithmonë, kush është Nana Terezë, që është bie jona shqiptare, edhe për ta kthyer në një mënyrë në jetën kulturore artistike në qendër të Shkupit. Dhe aty ministri Fatmiri tha, po bënë, tha që do ta keni edhe mbështetjen tonë. Dhe kështu fillova dikur gjatë vitit ri punova, me 5 janar bëra një koncept, një projekt timin, edhe shkova në Prishtinë, me i paraqita Don Lushit, thash Don Lush, unë kështu kam ndërmend të bëj himnin e Nanës Terezës, një projekt do të jetë rajonal, për arsye se aty ku ka vepruar dhe jetuar Nana Terezë do të thotë Maqedoni, Kosovë dhe Shqipëri. Në çdo 3 vjet të mbahet një akademi, e para ishte ta përurojmë, ta bëjmë himnin e Nanës Terezës, ta përurojmë himnin e Nanës Terezës, pastaj aktivitete çdo 5 shtator të mbahen në këto 3 shtete, dhe pastaj më në fund vitin e ardhshëm të fillojmë ne të mendojmë ta bëjmë shtëpinë e Nanës Terezës. Por ideja ime dhe koncepti im nuk është të bëj unë një shtëpi të Nanës Terezës në kuptimin siç e ka kjo shtëpia këtu në Maqedoni, por ne si shoqëri kosovare, me të cilët kemi filluar të humb humaniteti, na zhduket për shkak këtyre tensioneve të ndryshme politike që po na ndodhin, të bëjmë një shtëpi në formën dhe mënyrën siç është në Kalkut, trajtimi i nevojtarëve, për atë kategori të njerëzve të cilët u përkujdes më shumë te Nana Terezë. Këtë koncept ja tregova, Don Lushi tha e ke për krahjen time, tha ti vetëm vazhdo, dhe kështu që fillova pastaj me bisedat. Shkova te kryeministri i Kosovës, ja paraqita projektin, tha është projekt që i bën nder Kosovës, i bën nder kombit tonë, e ke për krahjen tonë, isha te presidenti i Republikës Kosovës, zoja Atifete Jahjak, edhe ajo me kënaqësi, pastaj te kryetari i Kuvendit të Kosovës, kisha nevojë ky projekt që të institucionalizohet. Dhe sot himni ka të ketë trajtën e institucionit.
Ja dole me te? Ja dole. Ja dole dhe jam shumë e lumtur. Letëm japim për teleshikuesit tanë pak më shumë shpjegime. Kur është fjala për vetë himnin? Himni është regjistruar fillimisht në Tiranë? Ja. Si 18 vjeçare, nana Gonxhe Bojaxhiu vendoset ta hjek petkun fetar dhe t'i dorëzohet bamirësisë. Dhe ajo në vitin 1928 në anije duke shkuar për Kalkut, e shkuan poezin Lam të mirë o populli im. Prej gjithë poezive që unë lexova, mu më pëlqeu dhe më bëni përshtypje shumë, një 18 vjeçar. Do të thotë ajo përveç një shpirti human, ajo kishte një pjekuri aq të madhe, kombëtare. Ta lexoni poezinë, ju do të shihni pjekurinë e saj 18 vjeçare, një vajzë e re, që din ashtu ta bën krejt shpirtin e saj ta jep për kombin. Lam të mirë, unë po shkoj në Kalkut dhe po kthehem, po e la shpirtin tim në Kosovë, në moshën 18 vjeçare. Dhe mu po pëlqeu mesazhet i cilët ai i përçante. Ajo e ka shkruar këtë poezi, do thotë rrugës në anije për në Kalkut. Më vonë, pas disa viteve, Don Ljush Gjergji ka marrë poezinë në dorëshkrim, të cilin e kishte shkruar Nana Terezë, dhe ja ka dorëzuar Don Lorenz Antonit. Lorenz Antoni është kompozitori i ndjeri, më i njoftur shqiptar, ka bërë kompozimin e Lam të mirës, po e kishte bërë një kompozim dhe orkestrim për kor. Ne nuk na mjaftonte, sepse nuk mund t'ja jepnim fuqinë e një himni. Dhe unë i propozova Don Ljushit, thash po e marrim Lam të mirë, po e marrim këtë dhe po shohim çka mund të bëjmë. Atëherë ftova Imva Mulën, ajo ishte në Spanjë atëherë në mars të këtij viti. Them kështu thotë, dërgome ta shoh unë si është situata. Thanë, kjo është një kompozim i thjesht, shpirtnor shumë, që është shumë i mirë, por kjo duhet të fuqizohet. Atëherë Imva e bëri ekipin e saj, e ftoi Genc Tukiqin, një ndër kompozitorët tonë më të shuar, dhe ja e pa si është situata, tha unë mund të marr mbi veprën e Lorenz Antonit, do të marr disa pjesë nga ai dhe ta bëj përpunimin e himnit. Ka punuar 1 muaj e gjys, ka thurr himnin, i cili është 6 minuta. Çka është esenca e këtij himni? Do të thotë brenda himnit keni porosin universale, keni porosin fetare dhe kombëtare. Këto 3 mesazhe i përçon dhe jemi munduar, ashtu siç ka qenë jeta dhe vepra e Nanës Terezë, mesazhet të duken mes tingujve, mes orkestrimit, të duken edhe në brenda himnit. Dhe kur është fjala për himnin, propozoj regjisë që ta lëshoj himnin e Nanës Terezë, po e kemi të ndarë, e dëgjojmë himnin dhe vazhdojmë bashkë bisedimin. Me kënaqësi. Ti shall be
E ndoqëm himnin, atmosfera ne që e kemi shikuar këtej nga ekrani, do të thosha ishte madhështore. Të gjithë të thuash ishin më të mirë se tjetri. Pas këtij projekti, jenda besoj e kënaqur. Jenda e di si 5 janar, 5 shtator, ka qenë një punë shumë e lodhshme, shumë e mundimshme, ajo kryesorja që ka qenë problemet financiare. Ishte projekt shumë i madh, ashtu si e kisha unë koncipu, ishte në fakt një projekt shumë i madh, për arsye se unë desha përveç që kemi një personalitet si Nëna Terezë, desha t'i grumbulloj edhe yjet tonë, të që nuk janë pak se lejdi. Ne jemi vetmi kom në rajon që kemi yje edhe në Hollywood edhe gjithkund kemi, edhe aktor, kemi edhe këngëtar, kemi edhe soprano, edhe tenor që na njeh bota. Dhe desha gjithë këta artist t'ja ofrojmë botës një ditë që gjitha kamerat e gjithë bota t'i ketë sytë në Kosovë. Edhe të krenohemi me ata që jenë. Besoj se ja ke arritur në këtë, sepse koncerti, sa jem në dijen, u transmetua nga televizioni shqiptar, televizioni Maqedonisë, Radio Vatikani, drejt për drejt e Radio Vatikani, ka mund tjetë edhe më madhështore. Në konceptin tim ka qenë më madhështore. Për shkak të financave u desh të thotë ta zbresim, ta thjeshtësojmë. Por megjithatë ideja fillestare do të thotë që himni të përurohet me një orkestër rajonal. Do të thotë ne kemi korin e Filharmonisë së Kosovës, orkestrën e Filharmonisë Kosovës, kemi orkestran nga Shqipëria, kemi orkestran nga Maqedonia. Unë në çdo aspekt kam dash ta jap këtë konotacionin rajonal, do të thonë gjithkombëtar. Kështu që kjo është arriti, kemi 200 orkestrant, himni knohet me 200 orkestrant. Një yll botror
Invamulja e këndon, një Gens Dukiqi, dhe ajo që unë, nëse mund të them, unë jam dashuru në shpirtin e një njeriu anës njerëzore dhe shpirtin artistik të Bujar Llapaj. Unë jam e fascinuar me atë njeri. Po ai ishte, asi kapaciteti kishte, po nuk e di, unë ta kishin Amerikanët, një kompozitor, një dirigent si Bujar Llapaj, unë s'di çfarë emri kishte me mbri. Do të thonë, ne kemi artist për mburje se lejti. Dhe është kjo më e keqja që ne nuk e afirmojmë njerëzit e tonë. Njerëz me cilët mund të krenohemi. Dhe pse erdhi ideja kjo? Ne kemi kaluar një periudhë shumë të vështirë se lejtin. Në 30 vjet që kemi raportuar. Kemi kaluar etapa të ndryshme. Dhe shikoni, kemi rasi popull në një letargji. Çdo gjë vetëm kritikohet, vetëm shantazhohet, çdo të keqe, dhe gjën më të mirë kur e bëjmë ne shikojmë vetëm ta nxjerrim një element negativ. Hajde bre ta kthejmë pak shpirtin ton, po ne jemi në popull human në shpirt. Dhe na duhet shumë pak për ta treguar solidaritetin dhe shpirtin ton human. Hajde pa marrim luftën e fundit, Kosovë. Po ne e fascinuam krejt botën me solidaritetin dhe humanitetin që tregum. Po ne jemi që ta shqiptar. Po çka na duhet? Po duhet pak me imponu këtij popullit, pak me e kënaq, pak me i thonë, po ka dalë se nuk është gjithçka brezi. Po në popullin ton ka edhe gjana, ka vlera. Po është më e keqja që mediumet janë në atë situatë dhe në atë gjendje, me këto portale që ka po bojnë, afirmohet çdo jo vlerë. Unë do të besoj se do të kalojmë te kjo çështje, por të qëndrojmë pak edhe tek koncerti. The se ke marrë mbështetjen e politikanëve kryesor, edhe në Prishtinë, edhe në Shkup. Para se të fillojmë këtë bashkëbisedim, the se nga e thëna në të bërë ekziston parafërsisht një det i tërë. Për të imponuar me vlera duhet edhe mbështetje. Në radhë të parë financiare. Absolutisht. Kujtoj se në hapësirat shqiptare kjo mbështetje në radhë të parë institucionale mungon. Me thonë, sa kam vujt, edhe sa e kam pas vështirë, nuk du t'a lodh opinioni. Ka qenë e të mërshme. Po ti mu më njeh, sa jam unë luftarake. Unë e kam shpall me 5 janar, se unë e bëj, edhe unë me 5 shtator e banë. Nuk ka qenë e letë. Do të thotë, edhe ne i kemi pak fajet, sepse duhesh me ju imponu institucioneve dhe me i thonë që ti mund tallesh me njenin dhe tjetrin, po me mu dhe disa intelektual shqiptar nuk mund pash. Edhe e diku është bukuria gjithë kësaj, që e pruna shtetin para aktit krym. Zbrapje nuk ka. Zbrapje s'ka. O keni me bo ose s'ka. Edhe u detyru me e bo. Me mjete financiare minimale, por e banëm. Kur u kry koncerti, kur e kam pa shkëlqimin, nuk e di mund t'a shifni, do të thotë, busqeshjen, mrekullin, lot të njerëzve, t'i peshkëve të gjithë, duar trokitje frenetike, asgjë nuk është t'a shofish, do të thotë, në transmetim unë e pash. 2000 vetë në salë, në katedral, unë nuk e di, do të thotë madhështia, mrekullia, që në jetë askush për shqiptarve nuk ka një emocion t'il nuk e ka përjetu. Do me thanë, ishin të gjithë kënaqur. Po i pruna para aktit kryme dhe u bo. Dhe do me thonë, do tjetë kjo një shembull i mirë. Me thonë që, shikoni, intelektualt e pambarur për krahnin. Nuk ka kush që më detyron t'i përkas një partije politike. Shqyqyr për Zotit, as kujt, kur s'kam qenë të partija, as bëhem antare partijës, për me qenë kusht, për me u punësu. Se lo të jedin që unë jem pa punë. Unë mësë me qenë projekte kështu private që i bëj, për me i dëshmu edhe institucioneve dhe shtetit që unë, nëse do në me mba partizane partijake, kur së në bërë. Por unë të dëshmoj ty që unë mundem edhe me sende dvogla, shumë dvogla, me të bë punë më të mëdha se shteti. Dhe vlerësimi i parë ishte kjo që do të thotë që doli nga analistë të ndryshëm që atë që shteti nuk arriti me e boni Diana Toska. Pa modesti po e tham, për herë të parë në historinë e si kombi bëmën një nderin në Anë Terezës. Për herë të parë unë mbledhëm dhe e bëm himnin e saj. Ku ishin shtetet tona deri tash? Deri tash jo Nana Terezë është Maqedone, është me prear dhe kush i ka fajet? Kemi na. Kemi fajet se ne po lejojmë për shkak një koncerti, një manifestimi, për të na i marrë dhe përvetësuar personalitetet tona. Miq të nderuar bashkëbiseduese,
imja dhe mësafire jona është Diana Toska, gazetare, veprimtare për të drejtat e njeriut. Për këtë të fundit do të lëm në fund të këtij bashkëbisedimi. Këtu kam një libër goxha voluminos, do të thosha, të Dianës, është botuar kohë më parë. Titulli është Maqedonia në gazetarinë time. Me Dianën kemi një bashkëudhtim, do të thosha. Diana prej dekadash që nga televizioni i Prishtinës, dhe me këtë duhet të them se mësafiria jonë është edhe dëshmitare e, le të themi, gjithë asaj periude kur është bërë gazetaria shqiptare, është bërë politika shqiptare në Kosovë dhe këtu në Maqedoni. Dhe le të ndalemi pak, Diana, te ky zanati, profesioni ynë. Thash, ke punuar në televizionin e Prishtinës, kemi qenë konkurent për mediat ndërkombëtare, te Zëri i Amerikës, Diana ka qenë, unë kam qenë tek BBC, unë nuk ja kam dalë të bëj një punë çfarë ke bërë ti, të përgëzoj për këtë. Si e kujton këtë shekull të kaluar të punës? Le të fillojmë nga televizioni i Prishtinës. Le të fillojmë nga televizioni i Prishtinës, atëherë kur në një farë mënyre u përzum. Fundi i viteve 80. Unë, do të thotë, televizioni i Prishtinës kam fillu në programin informativo-politik në 84, në zyrtarisht në 84, po për 82 kam punu në televizion Prishtinës. Cilë kanë qenë vite sistem komunist, një sistem i cili ke pas një lirit kufizuar, por unë po e them me shumë kënaqësi tash, edhe pse kishte sene, kemi gjetë mënyra për me i thonë gjanat. I ke thonë, e ke bishnu cenzurën dhe kur është dash ta japish lajmin dhe ta ashtu, ke gjetë mënyrë gjithmonë për ta thonë. Unë me kënaqësi e kujtoj kohën dhe gazetarin që është bërë atë kohë. Kur po kthehem tash po shoh çfarë gazetarie ka dhe gazetarinë e përgjithshme, e përgjithësinë më të madhe që kemi bë. S'kemi kalkulu për kur gjë. Ne kemi kalkulu, kemi qenë gazetar edhe ke vdek për ta bërë informacione dhe për të informuar. Me ato kushte dhe me ato standarde që është kërku. Po ke punu, e ke pas një rogë. Ke punu për atë rogë. Po ke pas një ideal. Nuk kemi kursy asgjë për të bëjë informat. Ti e man mend shumë mirë. 89 dhe 90. Gjendje e jashtëzakonshme me Kosovë. Kosova e rrethuar me tankse, armata popullore e Jugosllavisë, sigurime shtetënore, policia, njësitë speciale të ashtu orë policore. Kush mundet me i përballu gjitha ato gjana përveç nëse ti nuk ke një personalitet si gazetar, je i fuqishëm dhe i te kalon gjitha. A ka qenë për ne letë në orë policore gjithë Kosova në shtëpi dhe ti e në ditar, raporton në ditar dhe duesh në ora 11 shkosh. Edhe asë njerë nuk e ke dita do të mrish gjallë ose e vdeku në shtëpi. Gjitha janë këto. Dhe pse ne jemi sot kaq personalitetet fuqishme, sot mund të themi dhe kaq stabile. Sepse kemi kaluar ngjarje të vështira dhe momente më të vështira e kemi sprovu vetë vetën. Dhe kemi qëndru vertikalisht. Dhe unë po them, am luhati gjithçka në këto situata, jo asnjëherë. Çka më bani qëndroj vertikalisht kështu? Një pjekuri e madhe, një përgjegjësi ndaj punës që kemi bë. Diana, mbasi ti për teleshikuesit tanë që le të themi janë bashkëmoshatarë tanë, mbasi do t'ju interesonte fati i kolegëve tanë nga radio-televizioni atëhershëm i Prishtinës. Një pjesë më rastis herë të lexojnë nëpër tituj gazetash, edhe sot e kësaj dite protestojnë për shkak të statusit pazgjidhur. Fatkeqësia jonë më e madhe si komb. Në periudha të caktuara ne nuk po arrijmë të dëshmojmë një unitet mes vete, të mbahemi mes vete. Më të shojmë pa për çështje esenciale, kruciale. Ne na ndodhi lufta në Kosovë, u kry lufta, u kthym pas luftës. Dhe gjithçka ishte e përzirë në luftë, asgjë nuk ishte pas lufte e qartë. Kishim një qeveri, një president të cilin e kishim votuar në 98-ën, ishte një verdikt i popullit.
Kishim një qeveri në egzele, cilja kishte kriju një shtet paralel institucionet paralele pandam institucioneve të Serbisë. U bë lufta, me një marrëveshje të rambujes, u krijuan institucione tjera. U krijuan qeveri tjetër e përkohshme me njerëz dhe një garniturë të re të dalur pas lufta. Dhe gjëja e tretë që ishte e tmerrshme, që u kriju konfuzioni komplet, ishte instalimi i institucioneve ndërkombëtare të cilat kinse erdhën në emër të asaj të ndihmojnë krijimin e institucioneve demokratike në Kosovë, siç ishte OSBE dhe shumë organizma tjerë ndërkombëtar, të cilët futën kuti. Dhe tash nuk diheshte kush kishte legitimitetin e plot në atë Kosovë. Kush ishte legjitim? Këndueshte, e man mend në 99 u krijua Këshilli i Përkohshëm Administrativ i Republikës Kosovës, i pari ishte Kushneri, administrata ndërkombëtar, pastaj ishte Qosja, ishte Hashim Thaçi dhe ishte Rugova, presidenti Rugova ishin antar, dhe aty vendoshin çka do të ndodhe si do të ecë Kosovë. Dhe në atë rëmuj, kur edhe qytetari i zakonshëm nuk dinte kujt i orientohet dhe si të funksionon. Unë miku e mori përsi për gjithë administratën, ishin ligjet tana të cilat ishin në Federatën Jugoslave vlenin, tash po kalonim në një shtet, në një protektorat ndërkombëtar, në një shtet në tranzicion, në një shtet që kishte dalë pas lufte, i shkatrum me viktima, njerëz ktheheshin, s'kishin ku të ktheheshin dhe duheshte të ndërtohet një televizion. Përsipër e kishte marrë OSBE-ja të ndërton, po edhe ABU-ja. Tash ishte konflikti mes OSBE-s dhe ABU-s, kush do ta merr primatin. Dhe kishte lindur aq konflikti i madh, e këtyre dy, kush çka do të kontrollon, cilla pjesë do të kontrollohet. Dhe naftuan të punojmë 6 vetëm gazetar të televizionit të Prishtinës. Ne e filluam programin, por e di si ishte e tmerrshme se le din se ne jemi trajtu si të kishim të Afrikës. Unë po shkonja aty si një fillestare e cila s'di me bo as lajm, as gjë s'di, edhe tash më thonë të merre kamerën, merre mikrofonin ta shohim si e mban. Një Christabel King, një gazetare, e emnua me kryeredaktore, që mbante mu ligjerata, qysh me majtur mikrofonin, e ti e din që unë i kisha bo 500 debate. Ndërkohë që pas vete kishe të paktën 20 vjet të përvoj atëherë. Le 20 vjet, korrespondente e Zërit Amerikës me 500 debate në televizion të Prishtinës me emisione të drejt për drejt krejt, dhe unë para asaj krejt, dhe unë i thash, kush jem ai ti, thash që ke ardhës. Jam sjell keq. Mirë po, nëse ti mu më në shman. Mërë me mend Milazim Saliu, kamermani jynë ma i mirë, i shkollu në Kroaci, ashtu, e merë Patrik Morisoni, e mori ai kamerën e re dhe donë të ta provonte. Mos e prek, duhet ju trajnojmë që shme majtë kamera. Ishin gjana, thu që ne jemi të Afrikës, edhe për shpelën, po e këta po e zbulojnë Amerikën. Mirë po ato, kishin arsyet e veta, se cili për ka 20.000 marka rogë kishin ardhë aty. Dhe a i dueshte me arsyetuat rogën, edhe me thonë, Diana Toska, një gazetare, shkova, unë mësova qysh duhet më shkru lajmi, qysh duhet më ullin karrik, qysh duhet me e bëj emisionin. Dhe le ta përfundojmë këte me fatin e kolegëve. Fati këtyre, qka ishte fati këtyre? Aq ishte e komplikume, ne shkum 6 vetë, edhe nuk arritëm, do me thonë nuk ishim në të partë aty. Të partë ishin ndërkombëtarë të cilët u thoqen politikë. Unë e bona emisionin e parë arrita 2 javë, me gjitha aranzhmanet private, me skenografinë e bona private, me mobilet i bona private, gjitha për startuese, s'kesha më mënyrë tjetër, buxhet nuk ishte, nuk t'jepnin, dhe unë për mi dëshmu, dhe për hatër të shikuesve të cilët pas 10 vite ishte mbyll televizioni i Prishtinës, desha të bëj, dhe them që ne jemi me ju. I bëra, startova me Rugova, në bëra atë emisionin, pas ta blindën probleme shumë të dhaja dhe unë u detyrova mu largu. Nuk pati, edhe prej kolegëve, fatkeqësisht, edhe prej kolegëve të cilët ishin aty, nuk pati absolutisht vullnet për të ftuar gazetar, të cilët lanë namin, lanë emën dhe bën për atë popull, për atë kom dhe për gazetarin, për gjithësi në Kosovë. Nuk pati disponim për t'i kthy. Fillun interesat politike, filloj shiku të përzihet, e mori programin në kontrol komplet, i futi njerëz të vetë dhe kështu vazhdoj. Unë u detyrova me 24 mars vetëm arrita me e montu filmin e parë dokumentar Blaca, premieru shfaq në RTK, me 25 mars në të vitit 2000 unë largova nga RTK-ja. Dhe sot e kësaj dite RTK-ja asnjëherë nuk e këndjell. Mendosh se betejë e punonjësve punëtorëve të dikushëm të TVP-s, le të shprehim kështu, do të rezultojë me ndonjë zgjidhje të statusit? Nuk mundet, e di pse, për arsye se
Aty janë, edhe në televizioni i Prishtinës ne duhet të pranojmë. Ishim 1300 punëtorë, prej tyre funksiononte diçka tjetër në atë kohë sistemin, i kishim parapagus, prej tyre 130-40 parapagus. Tash ata gati gjithë para pensioni duhet i fusish, nuk ka më parapagim televizioni. Ata tash në emër të sindikatave janë krijuar 3 sindikata. Nuk janë unik. Në 3 sindikata kërkojnë të drejtat e televizionit Prishtinës. Po qëse, në këtë një sindikat ishte bërë fuqishme dhe në kryet kësaj sindikatës kishin qëndruar redaktorët më të mirë të televizionit Prishtinës. Të asaj kohë, unë mendoj që suksesi, sepse me gjitha të institucionet kishin pas një respekt më shumë. Por, fatkeqësisht, ndodhi si ndodhi. Nga Prishtina le të kthehemi në Maqedoni. Teleshikues e nderuar, Diana, nuk gabohem nëse them se pjesën më të madhe të shekullit të punës e ka kaluar në Prishtinë, por Diana është nga Maqedonia. Unë jam me shpirt në Maqedoni, me gjakja me Kosovës, po e lindur në Shkopët e them, unë jam shumë e pasur se jam me 2 shtetësi. Maqedonia në gazetarin time. Këtu ke përbledhur kronika do të thosha me vlerë, nuk e tepëroj nëse them historike, ke analiza. Si e shikon në retrospektiv Maqedonin, shqiptarët nga koha kur ke startuar te Zëri Amerikës e deri sot, në vija të trasha? E di si, kur po fillon, mos them plakër, se po mpysin, ashtu po them tash jam në rinin e Pleqnis. Kam bë do vjetë jam në rinin e Pleqnis dhe kur të bësh një karrierë 30 vjeçare mediume, të rëndësishme, merr një obligim, ke një obligim moral, thu po mirë, për këtë kohë që unë reflektova, bëra, raportova në momente historike, po thu, ka qenë Universiteti i Tetovës, ka qenë ngjarje krejt, megjithatë ti e din, Zëri i Amerikës ka pas standardat e ka, do të thosh çdo gjë që ka shkuar ka është dashur të jetë e faktuar krejt. Dhe ndjeva nevojë që spaku prej raporteve të cilat kanë shkuar në Zërin e Amerikës të merren ato raporte, ato analize, ato gjëra prej vitit 90 deri në 96, spaku të bëjë një përmbledhje le të mbetet e faktuar. Nuk kam bë libër për shitje, nuk kam bë për reklam, nuk kam bë, jem përpjekur që le të mbetet në dokumentacion në arkiva, le të mbetet një pjesë që bënën shqiptarët, si u gjendën shqiptarët, si u gjendën maqedonët, çka i ofruan, konstelacioni i forcave mes shqiptarëve, maqedonëve, konstelacionet pro-serbe, pro-maqedonese, si u zhvillua gjithë kjo etapë e shqiptarëve prej vitit 90 deri 96. Dhe në ditën kur unë jam larguar nga Zëra e Amerikës, ma nuk kam aty asnjë fjali, sepse nuk e ndjej veten kompetente tash të flas, sepse ti je drejt për drejt në ato ngjarje, të marrësh pjesë se është diçka tjetër, sepse ne kemi pas din informata të cilat janë dhënë zyrtare pas kamerave, prej miqve, prej ambasadorëve të huaj, ti e din kontaktet e mia me diplomatë të huaj që i kam pasur, gjithmonë kam pasur info shtesë dhe lajme i kam pasur ekskluzive. Prandaj, gjitha këto i bëra një përmbledhje, normalisht, e din që ka pas shumë ngjarje tjera, po arrita me nda cilët ishin ato 3 kapitujt më kryesor, dhe ndava kapitulli i Universitetit të Hapës, si filloi dhe si përfundoi Universiteti i Tetovës, roli i shqiptarëve dhe qëndrimi i shtetit ndaj Universitetit të Tetovës, pastaj çështja e shtetësisë, e cila mbetet edhe dhe kësaj dite problem që ishte viteve 90-ta, do të thotë problemi më i madh. Po dhe unë e mora shembullin tim, do të thotë që unë kisha vetë problem me shtetësinë, 2 vite u mora me çështjen e shtetësinë, duke më sjell prej një sportelin tjetër. Ajo që më është duk shumë e rëndësishme dhe më vjen mirë, se në vitin 94 jam marrë një kapitull të veçantë me Bashkinë Islame, pretendimit për të përqarë Bashkia Islame, për të krijuar një bashki tjetër islame, dhe në Zëri i Amerikës u morëm fuqishëm me këtë çështje dhe paralajmërimet atëherë që filluan këto grupet vahabiste të krijohen, të bëhen dhe që sot e ke aktuale, që atëherë kam thënë, shteti herdo kur do i Maqedonisë do t'ja shef më shumë ti, do të sherin, për arsye se po e lejon në mënyrë të pakontrolluar të hynë dhe nesër ti po krijon një qerë dhe potenciale të terrorizmit këtu. Edhe vjen mirë që e kam thënë atëherë dhe që sot jemi në 2015 dhe kjo ka marrë diçush vrull më të madh për mua shumë brengose. Lexoj në jetëshkrimin tënd të Diana Toskës, veprimtare për
të drejtat e njeriut. Drejtore ekzekutive e organizatës jo qeveritare Little People of Kosova, e cila në vitin 2013 fitoi çmimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Le të flasim pak për këtë fushë që më duhet ta pranoj, nuk e njoh mirë aktivitetin tënd në këtë. Në mars tash e shfaqja filmin, në prill në 25 mars u largova nga RTK-ja dhe mbeta pa punë. Vetëm shkurt se po mërzisin këto. Ti e di në 90-ën që e kam pasur në televizionin e Prishtinës një emision, një debat me Rahman Morinën, ka hi një dreq që thot Rahman Morina, një debat 3 ore gjysë që u zhvillue, dhe e din që atër sërbet kërkonin 10 vjet me më burgose, pata biseda, murën një maltretim, po biseda informativ. Dhe e kalova me shumë kështu dignitet. Po, jo dignitet, po me ashtu se me lehtësi. Me lehtësi, sepse pala sërbe ishte në pyetje. Në 96-ën ty të kujtohet, 94-ën, 95-ën sigurimi shtetëror i Maqedonisë këtu ma mori akreditivin me arsyetim se unë po merrem me aktivitete kundër shtetënore, edhe ma kishin përgatitur një dosje shumë të madhe që më prishte një dënim për 10 vjet. E ke në libër sigurimi shtetënor dhe bisedat informative që më trasin, po këtu fuqishëm ishin Amerikanë pas meje dhe u zbraps Ljubomir Fërçkovski, e krejt se e pakush është edhe s'mundeshte me mullet, mirë po ma ngushtu në punën, do me thënë hynë në familje, fillu me ma shantazhu familjen, krejt edhe u detyrova të largohen. Edhe këtë e përbina ma letë sepse zgjedish mes familjes dhe profesionit, për mu për familja ishte e shajt dhe zgjodha familjen e u largova. Por e kishta prap ma letë se palja sërbe, palja Maqedone. Imagjino edhe kjo periudhë që mendoj që në librin e dytë do ta përshkruaj, 4 muaj gjatë bombardimeve të NATO-s unë kam punuar për bashkinë evropiane. Me gjitha raportet, me gjitha gjanat me ambasadorin gjerman, një ndër ambasadorët gjerman. Çka kishin bërë si familje për pritjen e refugjatëve gjitha. Shkova në Kosovë, fillova televizionin me shumë munde, e bëna gjitha, edhe pse vetëm startova me presidentin Rugova, më shtinën në listë likvidimit. Në listën e zezë. Jo, Shqiponjat e kuqe likvidohen si rrugovist Gjemal Mustafa, Diana Toska, Sulejman Aliu dhe Ibrahim Berisha. Edhe më ftoi presidenti Rugova, e kishte dërguar Skënder Hussenin, ku shkova lart, ka filluar në Kosovë të ndodh polpotizmi, lutem tha largohu se nuk kemi mundësi me të mbroj. Kjo ka qenë dhëmja ime më e madhe në karrierën këtë 35 vjeçare që sot po flasim, e dhimbshme dhe ende më dhem edhe mundon. Kush shqiptarët e mi? Shqiptarët e shkrejtës, 3-4 komandant, a shika, kush ishin e qka ishin, për qka? Për arsye se ke bën një intervistë me president, edhe pse kërkonin me ngoll quhet Rugova kryetari i LDK-s, më shantazhonin para emisionit, tash mirë rregull, unë hyna në emision, tash bëj mu presidenti i Republikës Kosovës. Edhe kjo ishte arsye. Në fakt ishte president. Po ishte. Unë e kisha bindjen, unë kisha votu për të. Edhe tash ti pse po më shantazon, pse je i shikut ose e ke komandant ke dal për cila është e drejta jote me më cënu më të drejtën time si gazetare, çka unë dhe kënë si do ta emnoj edhe si do është. Dhe ky është problemi. E tash këtë bëra një dekresion për me të thonë. Dhe unë mbyllët gjitha institucionet për mu shtetënore, meta unë pa punë, në rrugëve po sillem e po bojmë. Çka të bëj? Ti e din çfarë energji ka mu. Atëherë, Little People of Kosova janë njerëzit në aftësitë kufizuara, më thrasin si gazetare në një mbledhje tyne të shojt. Kur shkoj e shoh mjerimin e tyne. Selo, çfarë ide të mrekullueshme për me realizu, për të fitu drejtat e tyne, për të kriju një jetë më dinjitetshme, për të ndinë në momentet të caktuara vetveten si qytetar të barabartë si gjithë ne, më preki në shpirt. Thasha më lejoni kënaqësinë që të bëhem unë drejtore e shoqatës juaj. Tash nëse asgjë tjetër, tash unë do të ndihmoj spaku në mediumet, keni qasje që të dëgjohet zëri juaj mediume. Çfarë kënaqësie, çfarë përqafime, ti të bëhesh drejtoreshe jonë tash, me kënaqësinë më të madhe. Edhe fillova në 2003 me ta. Ju kam kriju aktiviteti, 4 herë i ka pranu presidenti Rugova, fëmijët e vegjël, si ambasador të vegjël, din një qershorin kur e kemi kriju, e kemi bot dimi di është dita e mundësive të barabarta, nga një dit i kom punsu njerëzit me aftësit kufizuar, njerëz me karoca, i kom shtin në Kuvend Kosovës dhe
për me pa që ka të thot Tulja në Kuvendin e Kosovës me përjetu karrikën. Në 2010 arrita me shku në Kombet e Bashkuara, hapa ekspozit në Kombet e Bashkuara, majta fjalim edhe e bona ekspozite me flamurt Republikës Kosovës. Në një organizatë ndërkombëtare që Kosova ende as ka flamur as e pranumes është, unë në 2010 hyra në Kombet e Bashkuara dhe bëna. Dhe në 2013 morën çmimin. Edhe në 2013 e morëm çmimin e OKB-s për drejtat e njerëzit. Dhe ju bëna me dije, gjithçka tyne që i kemi sot në krye të institucioneve që ti mshele institucionet nuk po mdo. Po unë mundem me senet vogla, me të botë ty senet mdaja edhe me qenë para shtetit. Dhe unë hyra në Kombet e Bashkuara para Kosovës. Dhe kjo është. Edhe unë ende jam penzion nga institucionet shtetënore, ende i kam mbyll, edhe institucionet këtu në Maqedoni. Asnjëherë askush nuk ftoi si Diana Toska, por pa kushte, do me thënë se unë nuk bëhem antare asnjë partie. Por ti nëse ke nevojë për profesionalizmin tim, më fto si profesioniste për të ndihmuar në një lami të caktuar. Asnjëherë askujt si kam thënë jo. Edhe institucionet e Kosovës i mbyllën dyert për mua, por unë asnjë ditë s'kam ndajt. Do të thonë, unë kam vazhduar aktivitetet mia dhe mundem me thënë që jam shumë e lumtur, sepse kam rezultate të arritura shumë të mëdha dhe kënaqësi shpirtërore. Miq të nderuar, ndoqët një bashkëbisedim me kolegen time, gazetaren e njohur, veprimtaren e njohur për të drejtat e njerëzit, Diana Toskën. Diana, faleminderit që ishe me ne. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Mirupafshim.